Në Shqipëri ne kemi rastin ku një pjesë e madhe e pronës publike, e industrisë janë në pasuritë politikanëve dhe pa pikë zori thonë e kam pasur pronën. Rasti i pronës i Partizani, i cili unë kam lexuar dosjen, është një nga dosjet për korrupsion më të mira që është jo se është kundër Berishës, po fakti është i thjeshtë. Klubi Partizani ishte pronë e ushtrisë italiane. Me një marrëveshje i kaloi në, si më thënë, shteti shqiptar mas luftës dytë botërore dhe Ministria e Mbrojtjes e ktheu për pronë. Nuk mund ta kthesh për pronë selektivitet sepse u bë me vendim qeverie dhe me konflikt pasur interesi. Po problemi është që këto janë dëmë për bly kur i kanë marrë pronën, sa ata e ka pas marrë Italia, ka bler. Po pra të po them. Italia me ishte pronë. Pra ato kanë si pallatet dokumentash, kanë marrë pronës me vendim qeverie. Rikthim ajo ishte pronë e shtetit, nuk i takonte më pronarëve. Pikërisht. E para, e dyta, vetëm konflikti i interesit, pra vajza e kryeministit ka përfituar nga kjo pronë, kjo është, domethënë bën mu. Mirë po, si rasti Partizanit, ne kemi gjithë, po themi, ish industrinë që u shkatru edhe po përdorën asetet. Ne kemi gjithë asetet e mëdhaja të industrisë që ato pronarët që nuk i kanë zhvillu sepse nuk i kanë, ato kanë vetëm emrin, ato janë emër të njerëzve të fuqishëm këtij vendi. Po të them një aset që e një mirë ish kombinati i Ali Kelmendi që është bërë copa ose Bjerra Tirana, një nga asetet e mira të qytetit kur në vitin 2000 ka ardhur birra italiane e famshme Nastro Azzurro për ta blerë. Ilir Meta ishte kryeminist dhe 6 biznesmenë shqiptar. Sot Bjerra Tirana po kthehet, ka degraduar dhe po kthehet në trull ndërtimi. Gjithë këto asetet industriale po kthehen trojë ndërtimi dhe ky është një objekt shumë i mirë hetimi. Është objekt shumë i mirë për të diskutuar, për të gjetë, si më thënë, follow dhe mani ku janë me dasht. Po ky hetim do hetime serioze, hetime thella, nuk bën këto kaq kollaj.